بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Sheriati Allah të zgjë është rahmet në çdo aspekt. Feja Allah të zgjë Islami është rahmet në çdo aspekt. Për kanë për ata që e kuptojnë, për ata që meditojnë. Problemi jonë është nëse kuptojmë fenë Allah të zgjë, edhe po dëshirojmë që të jetojmë në xhehl, në ignorancë, mos me kuptoj Islamin. Dhe po jena të gatshëm për këtë ignorancë me sakrifiku, veç mos dalim pej territ, të rrim çatë. Aman mos na rrok drita. Jënë disa qena të shpeza që kena, disa gjallësa që kanë qefishin terra, po. Ama nuk janë të lavdume, nuk janë të pëlqyme, sepse vetë shejtant djajt kanë qef me lejt në terra. Ata kanë qef me lejt në terra. Pse na mos me dal nga ky terr dhe mu ndriçu me nurin e Allahut azza wa jall me Islamin? Pse s'po dojna me ngrit këtë ignorancë për vetet me ditë se Allahu azza wa jall këtë dritë që e ka zbrit apo? Allahu nuru samawati wal ard. Allahu është drita e qiellit dhe tokës dhe libri i tij është dritë dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është dritë dhe kështu me radhë. Pse s'po dojna me mësu këtë? Që me mësu çka don Allahu azza wa jall, çka urdhëron, çka ndalon, çka preferon, si ka jetu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që e ka تجسد هذا القرآن e ke po Kur'anin praktik në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse s'po dojna me mësu këtu? Pse nuk po dojna mësu për gjeneratën që vjen pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilët nuk e kanë privilegjin e shpalljes sikurse ai, ju ko njerëz sikurse na. Do të thotë, edhe ai se ka po Xhibrilin. E as ai nuk ka ni Xhibrilin tu e recitu Kur'anin, sikur ti sikurone. U kon edhe ai, po e ka jetu Islamin 100%. Do të më mësu për ta. Për ndryshe jetojmë në ignorancë dhe nuk ka sen më të dashur për iblisin dhe për krejt ata që ndjekin rrugën e iblisit se sa ignoranca. Pse se thot Ibn al-Jauzi në Said al-Khatir thot gjëja që më shumë të urren iblisi dhe që më shumë të gëzohet kur i sheh të tjerët të cilësuar me të është xehli edhe më shumë të urren ilmin. Mos shumë ti don ata që i sheh në xehel dhe mos shumë ti urren ata që i sheh në ilm, në dije. Thot sepse dija është si dritë, kur shy më drita thot ai i mashtron ata i çon ka dën. Atëherë të punojmë që me largu xehelin për vetë. Jemi duke folur për Islamin, so akuza, so qendra studimore punojnë këtë sipërfaqen tokës, qysh me shpif dhe me nxjerr disa sene të paqarta, disa dyshime dhe me etikëtu Islamin dhe tani musliman me him dyshime rreth fesë tyre. Ju vestja mërmendja sa punojnë. Apo dhe Allahu e tregon këtë realitet që ata kanë me shpenzu dhe kanë me punu që muslimant mja u luhat bindjen e tyre në Islam, apo kena ju përmend pak më vonë inshallah jetë. Sa punojnë ata ditë e natë me lexu Kur'anin dhe sunet me gjithë dyshime për ty edhe për mu dhe bëjnë emisione dhe janë ato të mbështetura ndoshta edhe shtetërisht dhe janë që shpenzohet për tu ku me ditë sa që një musliman me shtin dyshime për Islam. Ti edhe unë vina me mësufin Allah të zëvëgjel që Allah zëvëgjel të kanë deru mu kënë pjesori kësaj feje dhe xheneti e ka vesh një rrugë, dhe ai rrugë është Islami, s'ka në xhenet rrugë tjetër, edhe ti se mëson, e unë se mësoj më fen. Dhe në adhimet koha dhe në adhimet, vallahi për këtu s'ja vlen më udhim njerit jeta, ju më diçka më shumë. Për to nuk i dhim se të njerit jeta, sepse që i thonë fisebili hadha din, duke mësu këtë fe njeri me dek ku ka vdekje më të mirë. E që ndajna largë, soj, na me mujtë vesh pak kohë mja kushtu, soj, me mësu, tani pak kohë mja kushtu me punu, kena me pas punë shumë mirë.